Bashkia Shkodër dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia kanë shpadur zyrtarisht hapjen e thirrjes për pjesëmarrje në edicionin e 64 të Festivalit Mbar Kombëtar të Këngës për Fëmijë. Festivali do zhvillohet në Shkodër më 30 dhe 31 maj si dhe 1 qershor 2026, duke sjellë në skenë zërat më të rinj nga mbar hapësira shqiptare. Në këtë festival mund të marrin pjesë fëmijë të moshës 5 deri në 14 vjeç nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia, Veriu dhe diaspora. Gara do të zhvillohet në 2 kategori moshash, 5 deri në 8 vjeç dhe 9 deri në 14 vjeç me përzgjedhje të veçantë për secilën grup mosh. Krijuesi dhe interpretuesi ftohen të dërgojnë këngë origjinale për fëmijë, të cilat do të shërtohen nga një juri profesionistësh. Organizatorët theksojnë se këngët duhet të jenë krijime të reja dhe origjinale, duke respektuar të drejtat e autorit. Afati i fundit për dorëzimin e këngëve është data 6 mars, ndërsa autorët që do të përzgjidhen për netët e festivalit do të njoftohen më 16 mars përmes emaili dhe faqes zyrtare të Bashkisë Shkodër. Festivali Mbar Kombëtar i Këngës për Fëmijë mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme artistike për talentet e vegjël, duke promovuar muzikën për fëmijë dhe duke krijuar hapësirë për zëra të rinj nga të gjitha trevat shqiptare.